mesht. Kemi postin e kryeparlamentarit, pastaj disa poste tjera të cilat pothuajse kyçe në shtet ku janë ofru. Së bashku me nismen edhe me LDK-n ata do t'i kishin edhe votat e mjaftueshme për me zgjedh edhe presidentin edhe me zgjedh pothuajse të gjitha pozitat. Në anën tjetër e kemi një LDK që thot spakti deri më tani, çka është zyrtarisht, tash nuk e dim se çka bisedohet në çdo orë, se jemi në orët e fundit, kisha me thonë se edhe 3-4 ditë kanë mbet. Një LDK e cila thot, pa marrë parasysh çka ndodhi në Vushtrec, që patën një marrëveshje etj. Edhe për nivelin lokal, pastaj do t'ju bëj edhe një pyetje, thot që ne nuk do t'hyjmë, thot me VV-n dhe nuk do të bëjmë një koalicion. Në anën tjetër të dytit, i takon me kriju në qoftë se ata e përcakton një 95 i kushtetutës që mundet i dyti me marrë përsipër, me kriju, nuk është hera parë, qeverin, që mës me shku venin zgjedhje, se para disa ditëve u raportua se rreth këto zgjedhje që janë bajt si vjetë, pothuaj se gati rreth 15 milion kanë kushtu, nduket, u raportua që janë të kushtueshme. Si e shihni ju, LDK-ja nuk donë me bu qeveri me VV-n, s'pakti deri në momentin që po flasim s'kemi diçka që është, edhe pse jo është bë, po thonë një ofertë, shumë gjeneroze, në anën tjetër LDK-ja nuk po donë me bu as me partit opozitare, ish opozitare, ku po jetë ideja e parlamentarizmit. As nuk po mundet faktikisht si subjekt politik nuk donë me bu me partit cilat ka qenë në opozit, edhe ju natyrisht jeni barikadun për në pozicionin e juj, as mendoni që politika pak është arti mundësive që të gjendet një kompromis, gjendet një zgjedhje, për arsye se po harxhohen me miliona e miliona, e përmenë disa herë edhe Shtetet e Bashkume, edhe aleatët tonë mbe, tash e patëm edhe samitin e Berlinit, kanë fillu po shpërndohen me planin e rritjes për Ballkanin perëndimor milionat. 99 milioni kishte marrë vetëm Shqipnia, Malezi 8.1, etj. Gjitha shtetet domethënë, vetëm Kosova është, siç e dini, edhe ne kemi biseduar disa herë këto, jemi në sanksione, nuk domethënë jemi bllokun në gjitha anët, jo për fatin për fajin, falni për të opozitës, po për fajin e qeverisë dhe vendimet tyne që nuk është koordinu faktikisht me aleatët tonë, edhe njëherë na ka fut Bashkimi Evropian sanksione, pastaj Amerikan. Por çështja është se pse nuk po gjeni një mirë kuptim me partit ish opozitare të fillu me LDK-n, PDK-n që me kriju qeverin. Okej. Disa çështje pranvera, faleminderit. E përmendë presidentin që vjen prej partive politike. Në këtë vendet e botës presidentat janë politik. Më në një rast shumë të rrallë, kur e kanë një krizë serioze edhe pajtohen me nxjerr dikon, sikur ne që jemi pajtuar me nxjerr aty vetë ja jagën. Po në raste tepër të rralla. Tepër të rralla. Këtë presidentat politik janë. Kjo është sistemi politik, më i mirë i keq, prapse prapo më i mirë sistem në botë. Çështja tjetër është te mos koordinimi për vite e fundit. Dëgjoni, na nuk guxojmë me ra pre edhe me i komentu sikur esenciale eufemizmat. Që fjala mos koordinim është eufemizëm, në vend se me thonë o konë brutalisht kundër asaj që i kemë thonë na. Po Bashkia Ndërkombëtare, miqtë tonë, na kanë akuzuar që s'po koordinohemi, ama mos harro diçka. Me 10 herë i është bo e ditun Albin Kurtit, që 1, 2, 3, 4 nuk bën me e bo, ti mundesh me e bo, po mas ne smundesh, që ka thonë vetë. Edhe i kanë tregu cilat kanë me qenë pasojat. E që këtë tash është kompromisi që e bojnë lidert në të mirë të venit. Se mundesh me besuti që nuk ka gjë ma mirë se me që ushtrin diku. Po ata që janë ma të mëdhaj, thojnë nëse e qënë, t'i vënojmë do sanksione. Lirisht kryet i këtë punë. Nuk është mos koordinim, është sjellje totalisht kundër bisedimeve që i ka pas Albin Kurti me partner tonë. Totalisht kundër, ju ka thonë nuk manin. Okej? E ta shkoni thot, apo mi bje do refugjat. Ju ka thonë s'manin. Pastër është, mos koordinim është eufemizëm, është zbutje e fjalorit. Edhe nëse e kuptojmë që është zbutje e fjalorit, atëherë na të paktën duhet me thonë që është realiteti.
Realiteti është që praktikisht ju ka thonë tënve qërni ju punën e juj. Po vona e kemi përcjellë. Tashti, çështja tjetër është të ne, më thonë të aleanca, pse s'pe e bëni? Në gjo, shumë e thjesht është situata, 100 herë kemë thonë që nuk besojmë që duhet me pas qeveri Kurti prap. Të paktën jo me votat tona, se na e kemë lyp një vot prej qytetarëve të Kosovës, sot do që e kemë marë, tu i thonë që kjo s'bën me u bo. E kom fjallën me partit Veç pak, se pa kaloj të tjerat. Çka bojnë tjerat? Kisha hezitu me komentu. Kisha hezitu me komentu. Amo edhe një gjo vjen këtu në shprehje të gjithë ne, nuk e kom vis-a-vis të pranvera. Unë i përcjelli mediat e huja, besoj që gjithë ju i përcjellni. Edhe kur e komentojnë një pozicion politik, një parti, ose një politikani, ose një lideri, thojnë, ka thonë jo. Aq marën, përfundon, ka thonë jo. Që ndodh, kur thot ka thonë jo, një CNN, e kemi vetë, ka thonë jo, edhe e merë për të mirë qenë, nuk janë naiv ata. Po në qatë mënyrë, i majnë ma shumë përgjegjës, se sa kur nisin me thonë, ka thonë jo, po nashta e bën po. Se në qatë mënyrë, të i bo komentet kësisoj, të tënë, jo këtu në këtë tavolinë, po në gjithë studio televizive, ka thonë jo, po nuk i dijet, ma të letë për ju bojmë mësë mi majtë